Zhdukja e 15 vjeçares nga Kosova alarmoi Francën, ambasada e Shqipërisë në Paris si e lajmin e mirë. Ambasada e Shqipërisë në Paris njofton se 15 vjeçaria nga Kosova, Merina Sylla, zhdukur pa gjurmë 3 ditë më parë, është rikthyer tek familja e saj. Ajo jetonte në Strasburg dhe prej datës 14 mars kishte humbur kontaktet me familjen e saj. Zhdukja e shqiptares alarmoi autoritetet franceze dhe vuri në lëvizje ambasadën shqiptare atje. Sipas njoftimit të bërë publik nga ambasada në rrjetet sociale, e mitura shëndoshte mirë dhe gëzon shëndet të plot. Në emër të Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, ambasada e Shqipërisë në Francë falenderon autoritetet franceze dhe familjarët dhe të afërmit e vajzës për gatishmërinë dhe bashkëpunimin, thuhet në reagimin e ambasadës. Njoftimi. Pas interesimit nga media nga publiku, ambasada e Shqipërisë në Francë sqaron se sot në mëngjes menjëherë sapo është informuar nga të afërmit e personit, ambasada e Shqipërisë është mobilizuar dhe angazhuar për rastin e shtetases franceze me origjinë nga Republika e Kosovës me banim në Strasburg të Francës, Merina Sylla, 15 vjeç, e cila kishte humbur kontaktet me familjen që prej datës 14 mars. Pas bashkëpunimit të ambasadës me autoritetet policore franceze dhe familjen e vajzës dhe verifikime dhe ndjekje në terren, njoftojmë se Merina Sylla është rikthyer në shtëpi pranë familjarëve të saj dhe gëzon shëndet të plot. Në emër të Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, ambasada e Shqipërisë në Francë falenderon autoritetet franceze dhe familjarët dhe të afërmit të vajzës për gatishmërinë dhe bashkëpunimin.